I Peshvia Prizren Prishtinë fton të gjithë besimtarët e famullive të saj në përshpirtërinë e përbashkët të udhës së Kryqit që do të mbahet të shtunën më 5 prill 2025 në orën 10 në Stublavaç, famullia e Stublës, në vendin e shenjtë ku ngrihet kapela e martirëve të Karadakut. Këtë vit, meditimet e udhës së Kryqit do të udhëhiqen nga fjalët e Papa Franceskut, të cilat na ndihmojnë të sodisim më thellë dhimbjen, dashurinë dhe mëshirën e Krishtit që shkon deri në fund për shpëtimin ton. Pas përshpirtërisë do të kremtohet mesha e shenjtë në nder të martirëve të Karadakut, dëshmitar të fesë që nuk poshtën nga errësira, por mbeten pishtar të shpresës për ne sot. Ky takim kreshmor është një ftesë për bashkim, për lutje të përbashkët dhe për thellimin e përkatitjes sonë shpirtërore në prag të Pashkëve. Ejani të bashkohemi si kishë dioqezane për të ecur së bashku në udhën e shëlbimit, duke lartuar besimin ton në dritën e Kryqit dhe të ringjalljes. Për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të marrin pjesë fizikisht, Radio Maria e Kosovës do ta transmetojë drejt për drejt këtë ngjarje përmes valëve, internetit dhe platformave digjitale. Të shtunën më 5 prill 2025 në orën 10 në Stublavaç të famullisë së Stublës, udha e Kryqit me famullitë e I Peshvisë Prizren Prishtinë. Ejani dhe bëhuni pjesë e kësaj përshpirtërie të gjallë.